Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ja ku takohemi sërish. Nuk jemi në episodin e 9, do të qëndrojmë tek 9-ta, por jemi tek episodi i 10, bashkë me Aleksin, të cilën e falenderoj shumë që bëhet pjesë e kanalit Pisk me Pisk System. Kështu kemi vendosur bashkë me Aleksin. Kemi ndërtuar një mënyrë të re komunikimi për të sjellë atë se çka ne e shohim, Aleksi e beson dhe ju e besoni, keni filluar ta besoni duke e argumentuar, duke e konkretizuar dhe duke na sjellë shembuj mbështetës në atë se çka thot Aleksi në këtë dritare të re komunikimi që tashmë po zë vend çdo ditë në mediumin shqiptar. Dua të shpjegosh pak çfarë simbolizon nënta dhe më pas të kalojmë tek Ciapi në pentagram. Nënta është numri më i bukur që ekziston. Numri dhe më i veçantë. Ai nënta simbolizon Zotin. Vetë Zotin personalisht, numri 9. Unë ishi përgatitur do na thotë në gjë nga këto të forta prapë tu, prandaj. Po pse s'është fort kjo? Për të fortë nisa. Jo, më nuk na jep emocion, do e presim do e heqim. Po prit se ka vazhdim apo? Do emocionojnë në vazhdim. Nënta është numri më i madh që ekziston. Tani do thoni numrat janë infinit. Po them ato që nuk përsëriten. Nga 1 deri te 9, 9 është më i madhi. Po. Se thua është 10, është 1, thua është 23, është 23. 9 është numri më i madh. Madje për ta përforcuar këtë, ka një veçori ky numër që s'ka asnjë numër tjetër. Merr numrin 9 dhe shumëzoj me një numër tjetër, do nxjerrë prapë 9. Me një shifër, me 3 shifra, me 5 shifra, shumëzoj me sa dushti, por për 5 shifra duhet kalkulatorin edhe. Shumëzoj një numër me një shifër. E do dali prap 9. Si ta shumëzosh? 9 me 7 për shembull, ku ke 9-ën? 63. 9 prap. 6 plus 3? 9. Apo jo thuaj, bëj llogarin. Po bëj 9 me 4 prap 3 me 6. Edhe 9 me 6, po, 9 herë 6. Edhe 9 herë 9. 81. 8 plus 1 9. Vetëm 9 e bën këtë gjë. Është e përbërja e 3 herë 3, e 33-shit. Siç e kemi në 33-shin çent, e kanë dhe ata të qind. Po, unë di që kanë ata. Pse edhe ne kemi të shenjtë. E përdorin dhe ata. Neve kemi nga vitet e Krishtit, kurse ato e kanë për vitet e Antikrishtit, se edhe ai kur shfaqet, do shfaqet si 33 vjeç, si 30 vjeç, se 3 vjet do ketë aksionin e kur të dali. Mbas paqes si do vi mbas luftës. Atëherë do vi ai. Edhe ashtu do shfaqet ai çuni i ri, 30 vjeç, do mashtroj njerëzit. Pjesën e parë, pastaj pjesën e dytë do thotë shiko se mirë se erdhët në realitet, edhe pastaj do janë nxjihjet në gjithë botës. Do i gjëmoj gjithë, kush nuk do ta pranoj. Po tjetër çfarë simbolizon nënta? Këtë numri më i madh, numri i Zotit, edhe 8-a, që është infinit. Infinit. Është personi i dytë i Trinisë, është simbolizon 8-ën. Edhe 7-a, që është fryma e shenjtë. Dhuratat. Që kemi të zbulesa, 7 lambadhe që qëndrojnë para fronit. Të kalojmë pak tek Ciapi në pentagram, ajo që e ceka edhe pak më parë ti që i falin gjithë Ciapit. Çfarë simbolizon Ciapi? Është edhe ai ylli i pentagramit pra, po. Po, domethënë te ylli që neve quajmë yll, po ai s'është yll, po kështu e kanë vënë emrin yll. Kupton, luajnë këto me këto emra të kot pa lidhje. Është peskëndsh, pentagram. Peskëndsh. Edhe aty kemi kokën e Ciapit. Veshët, brirët, veshët edhe mjekra. Peskëndsh. Sepse tani do thonë disa po pse Ciapin pikërisht. Është kjo. Po, jo. Kjo foto këtu. Edhe brenda atij të rrethit, ku e pam të rrethin edhe? Ja, e pam në qendër këtë rrethin edhe që ishte te kjo çelje e fushatës Partisë Socialiste. Po, kishte një rreth aty. Po. Është rrethi, po. Kishte edhe yll mes, po. Kishte një yll mes. Ja ku e ke edhe atë yllin peskënçin mes, prap. Shikoj me çka ka lidhje atë, nuk vjen për në rastësi. Çdo gjë është me urdhër, do bëni kështu, do jetë. Po çfarë simbolizon Ciapi? Si po ta shohësh këtu ky duket si yll, po ta shohësh mirë, pastaj këtu ke edhe Ciapin. Edhe unë të kisha vënë re. Pas bisedës që bëm bashkë. Po nuk është yll, se ylli janë djetë që është në hapësirë, po është pentagrama ajo, po neve i quajmë yll kot pa lidhje.
Peskëndsh, pentagram. Është koka e cjapit ajo që simbolizon djallin. Se djalli ka pamjen e cjapit si. Ai merr pafundësisht forma për të mashtruar njerëzit. Po lidhet ka me cjapin, se kuptoj kjo ide e cjapit. Është zyrtarizuar më shumë cjapi, domethënë sepse nga shumë dëshmi të atyreve që i është shfaqur djalli, i është shfaqur si cjap. Kupton? Edhe masonët që i falen Bafometit, është një nga mira emrat e djallit që e quajnë Bafomet. Ashtu është. Është me kokë cjapi, me gjoks femre, i mban komod kështu, ja si po i mbaj unë tani, për ta prishë çikse. Edhe nga mesi e poshtë është me komod cjapi. Edhe i mban gishat kështu. Edhe këtu lart ka çerekënën. Se edhe çerekëna është simboli i atyreve, kanë qef ata. Që e pam vetë ajo pesha që fan para 3 emisioneve që i kishte Edi ato 5 gishtat aty, kishte ato fazat e hënës. Çerekëna është simbol satanik. Edhe i ke kudo. Kështu që ajo është koka e atit, i falen atit. Gjëra të frikshme fare më burr po të them. Po që nuk i lejnë ti trajtojnë nëpër media këto gjëra, sepse s'kan urdhër. Nuk flitet për janë tema të ndaluara këto. Sepse po folja pastaj ti mos shiko këtu që neve kemi fjalën e lirë dhe faleminderit që më mundson për të shprehur kështu lirshëm. Po me shkumin e Jo, po e di çfarë po mendoj, për te kësaj, domethënë, imagjino sa të vështirë kemi ne Alex që këto gjëra që themi ne të kuptohen dhe besohen tek njerëzit. Është problem kjo që të besohet, sepse këtu kanë marrë punë. Ajo sistem pisk sistem këtu e kanë marrë punë me ata. Ja kanë bëu atë lavazhin. Kush është arritja më e madhe e djallit? Ti bëj njerëzit besoj sikur ai nuk ekziston. Mirë po ti kur nuk e pranon ekzistencën e armikut, je i ekspozuar sepse nuk mbrohesh. Ajo është arritja e madhe e atit. Që mos ta beson që ai është. Që është. Ai është edhe bën kërdin. Apo s'ka ushtri që s'numërohet, që quhen demonët pastaj. Këta ndikojnë tek njerëzit. I sulmojnë, i bëjnë me anë të mendimeve, ajo që themi më erdhi një mendim. Ata frymëzojnë kriminalat. Si të bëjnë krime, si t'i marrin jetën njerëzve, si të shfrytëzojnë. Jeta ime vdekja jote, që thoshte Xhaxhi, parulla kapitaliste. Ata frymëzojnë ata tipat atje që të ndërtojnë bomba bërthamore. Që të na shuj pastaj me flakra, me bombën hidrogjene, gjitha këto arritjet. Ata i frymëzojnë. Këto arritjet e mëdha shkencore, inteligjencë artificiale. Këta janë nga mrapa. Se nuk u zgjua një herë njeriu aty dhe tha prit se do më erdhi skema në mendje. Jo, aty në fakt i erdhi skema në mendje. Po nga i erdhi. Edhe fillon të shpigin ato pastaj, me ndikimin e këtyreve. Në kurisë të njerëzimit. Siç kemi edhe këto spërkatet nari që na e bën gati për ditë. Sot lavdi Zotit e lan të pastër, jena blusot. Si kjo. Edhe na mbyset nga gjitha forma duke na mbytur, nga gjitha Po, në ujë, në ushqim. Ne kanë dalë shtek gjithandej. Fruta perime me ato shiringet aty, e ke në ajër, kudo, vetëm na bombardojnë. Mirë, a nuk do ishte më mirë Alex sikur ne këto ti edhe përgjigje më prapë do të pyes. Se sikur ne gjithë këto gjëra që ti po thua dhe ne themi her pas here, edhe ky pse është episodi 10 dhe ne i themi këto, sikur ti lemi anë këto edhe mos i konsiderojmë fare, mos t'i japim fare rëndësi. Po aty kanë arritur qëllimin ata. Atë duan ata. Atë duan. Po arritën atë që në pjesën më të madhe kanë arritur. Aty i prish punë një pjesë e vogël. Atë pjesën e vogël dridhen para asaj pjesës vogël. Dridhen ato kanë frikë kjo gjë e thon? Aq frikë kanë sepse domethënë Po si mundet të kenë frikë kur kanë gjithë pushtetet vetë ato në dorë? Kjo është shumë e habitshme kjo gjë që thua. Po sepse nga ajo pjesë e vogël, nga një shkëndim mund dizet një zjarr i tërë që mund djegë gjithë pyllën. E din këtë teori ata. Ti ma thua mua, unë ja them atij tjetrit, ai tjetri e përhap të lagja vet, ja thot komshiut. Do të bëj prit ty. Nga momenti që ato e shohin që po merr për masa, që po besohet nga njerëzit, atëherë fillon e aktivizohen ata pastaj. Po mirë, s'pas kanë frikë ato, po hidhen sulm direkt. Po nga momenti që hidhen sulm do të thotë që të konsiderojnë i armiku konsiderueshëm për ata. Po ti pret që ty do të konsiderojnë ata. Ti pret që të përhapet kjo. Po pra. Zjarri. Po.
Ato duhet Ti s'ke nevojë që të konsiderojnë ata apo jo. Ti don që ta shkërmojësh, ta shkatrosh të keqe që po ndodh apo jo. Po pra, ky është qëllimi jon këtu, të çerim maskën e sistemit. Po mirë, ai të vjen të hidhet ty, të bën hov para, të presi rrugën. Udhën tate. Po, marroj me mua. Është dikush tjetër. Po ai tjetri nuk e ka siç e kishe ti. E ka më gjysmake, e ka më dobët. Po mirë, se beson si ti. Po e pati atë fillimin ai e pasuron më mbrapa se thot çështja e sapo të kapësh fillimin e gjës. Po e kape një herë të çonte tjetra pastaj. Ti kur e ke kapur? Kështu e nisa dhe unë fillim, dhe unë s'dija gjë, isha çun ajër dhe se shumica. Kur e ke kapur ti? Unë e kapa që kur fillova të njoh besimin tim. Sepse duke njohur dritën, detyrimisht do njohësh dhe errësirën. Sepse do dish si ta luftosh, e njëkohësisht si të mbrohesh. Kur i interesova për dritën, fillova të interesohesh edhe për errësirën, se si funksionon. Njërin e besoj, tjetrën e luftoj. Dhe kështu që detyrimisht do mësosh edhe këtë. Aty fillova pastaj duke i bërë lidhjen e gjithë gjërave si funksionon. Ke frikë nga errësira? Si nga errësira fizike apo? Jo, nga errësira, kjo errësirë që po flet. Ti e konsideron, se po mos e konsiderosh është më keq thua apo jo? Nuk kam frikë sepse nga momenti që ke përqafuar dritën, që ke përqafuar Zotin, ai është që mua më mbron, që më mban në dorë në vet, edhe nga momenti që unë i qëndroj besnik atit, ai nuk të lën ty të pësosh gjë të keqe. Si i thot atyre të tjerë, mu largoni çik se tani ky është këtu te mu. Është baba i madh ai. Kurse këto janë qenë zinj që thjesht sulen. Alex, duhet kaloj një pyetje që në ka ardhur duke vlerësuar shumë gjithë ata që na ndjekin dhe vazhdimisht komentojnë dhe Aleksi e sheh që është një nga le të themi videot që mbizotron në kanalin Pisk ose kjo rubrika Pisk System që ka një qëndrueshmëri të vlerësuar që ndjekin atë siç ka themi edhe pse janë me minutazhe të gjata, e ndjekin nga fillimi deri në fund dhe e kapin esencën e gjës, madje edhe mbështesin, por edhe hapin dhe tema të tjera, kështu që ju shty që të mos nguroni, të na komentoni, na thoni edhe ato çka keni rezervat për ne, gjithmonë me baza, me gjëra që kanë flitet, jo të merreni me syze, jo të merreni me Aleksin, jo të merreni me gjëra boshe. Gjërat boshe i keni vend tjetër, ose edhe për gjëra të tjera që mund të bëj unë vetë si Altin në kanal, mund të merreni aty. Por në rastin konkret, me këtë se çka bëj me Aleksin, ju lutem, për çfarë do lloj paqartësie ose pikë pyetje që ne ndoshta nuk e shterojmë në këtë bashkëbisedim që bëjmë me Aleksin, dini komentin tuaj, pyetjen tuaj, dilemat që keni, ti japim për njëri tjetrin. Të japim e të marrim për njëri tjetrin. Doja të kaloj edhe një nga komentet, janë shumë komente, por është një që është me pyetje edhe për ta mbyllë dhe këtë bisedë kaq interesante dhe të bukur me vlerë me Aleksin. Preardhja dhe lashtësia e njerëzimit, e njeriut vetë, e jona vetë si krijesa ne. Po. Kjo është super pyetje, e bukur. Tani preardhja ne kemi nga Zoti. E krijoi gjithçka, e krijoi nga hiçi. Nuk ishte lënd materiale aty që të fillonte dhe të ndërtonte siç marrim ne llaçe tulla. E tha dhe u bë, le të bëhet. U bënte në sekond. Plot fuqia, vetëm me një fjalë që thoshte. Mbasi i krijoi të gjitha, që dritën e quajti ditë dhe errësirën e quajti natë, krijoi pastaj këto që ne kemi si planete. Yjet, oqeanet, pastaj më mbrapa, bimësin, kafshën krijon ditën e 6. Në fund fare ditën e 5, në ditën e 6 krijon njeriu. Në fund fare. Njeriu ishte ajo. Krijuan gjitha këto si ça ne na shërbejnë ose na duhen ne, pastaj u kriju njeriu, ëh. Po në fund fare njeriu është ai që Për 6 ditë është krijuar bota? Për 6 ditë. Është ai. E para çfarë është krijuar? E para? U nda drita nga errësira që quhet ditë dhe natë. Duke ndërtuar pastaj ato yjet e vërtet, ajo 5 kënçat, që janë djejt. Ai është yll, dielli që është yll, që është shkëlqen. Në fund fare masi krijoi të gjitha, në fund krijoi njeriu si qershian mbitor që themi neve. Do të thënë krijesa më e dashur dhe më e bekuar më të gjitha. Njeriu është i papar, por nuk ja dim ne vlerën vetes tonë. Se kemi një shpirt aty brenda që vlen shumë vlen.
Për atë bëhet gjithë lufta. Gjithë lufta për atë bëhet. Se ai briri djalli i ka të gjitha. Vetëm shpirtin ton do, asgjë tjetër. Edhe do ta kemi thënë. Do ta fitoj me anë të këtyre gjëra që përdor sistemi, mashtrimet, devijimet, deluzionet, krijon njeriu. E krijon nga dheu. Kur themi krijon nga dheu, do të thënë krijoj trupin nga dheu. Jo shpirtin. Shpirtin e dha vet. Mbasi krijon njeriu, i fryu frymjet, thotë Zanafilla. Te libri Zanafillës e thotë këtë, se si u krijoi njeriu. I fryu frymjet që neve sot e quajmë shpirt. Ai nuk vdes kur. Tani sa kohë kemi që jemi është nga Adami deri sot jemi 7500 vjet, 7525 vjet. Më preciz. Kaq ka njeriu. Më para s'ka pas. Jo, më para s'ka pas. Nuk ka pas. Kështu që pasi u krijua Adami dhe Eva, pas sa kohësh u krijua pastaj pjesa tjetër e njerëzimit. Pra sa ka qëndruar Adami dhe Eva ose kush u krijua para? Adami apo Eva? Burri gjithmonë e pari. Burri i pari. Pas sa kohësh u krijua Eva? Kohën se mas sa kohë nuk e dim këtë, po e dim që po njerëzit e tjerë pas sa kohësh? Shiko, se si ndodhi kur Zoti i çoi të gjithë kafshët, i nxori para këmbëve të Adamit, që ai ti vendos të emër, se kishte edhe urtësinë, ishte njeriu perfekt. Pastaj kur ndodhen ndryshimet. Ishte njeriu perfekt edhe sipas natyrës së çdo kafshë do i vendosë edhe një emër të përshtatshëm. Ti do quhesh kështu, ti do quhesh lop, ti do quhesh dele, ti do quhesh mace, ti do quhesh kangur, e gjitha këto me radhë. Kur mbaron gjithë emërtimet, nuk pa asnjë që t'i ngjante atit. Edhe u mërzit. Nuk pa Adami. Po, edhe u mërzit, pse s'ka një si puna ime, tha. E donte. Edhe Zoti tha, nuk është mirë ta lëm njeriu vetëm, po diskutonte trinia brenda vetes vet. Nuk është mirë ta lëm njeriu vetëm. E vorën në gjumë edhe tha le të bëjmë një njeri tjetër. Edhe e vorën në gjumë, i mori nga brinja edhe krijoi Evën. Si është kjo se këto njerëzit e mori nga mesi. Nuk e vendosi nuk e mori as nga këmbët, nuk e mori as nga pjesa kokës. E mori nga mesi. Do të thënë që burri dhe gruaja janë të barabartë. Dalim nga jo, pse që kena thënë që këto po e luftojnë te gjithmonë me këto lëvizjet, barazia, femrat. Po këto e keq kupton atë barazin, pastaj kalojnë në tëra gjëra, ngatarojnë rolet aty pastaj. Edhe u krijoi. Mori nga brinja dhe krijoi femrën pastaj. Po, krijoi femrën. Aty pastaj kur u zgjua, sa interesante. Është njeriu i parë është krijuar burr, mashkull. Nga mashkulli është krijuar, nga briri i mashkullit është krijuar femra. Po. Pastaj femra është ajo, më thonjza, si mos ma keq kuptoni, ajo fabrika e madhe, pra, që ka krijuar botën. Ajo është. Apo jo. Të dy në bashkëpunim, se njëri pa tjetrin nuk bëjnë. Patjetër. Por ne them gjeta brinjën time, thot ai, dali dhe si shpreh ajo, ku ka gjenat e dashurin e vet. Edhe kur u zgjua, pastaj thonë do të thy brinjët, po ato janë ajo ana kundët pastaj që nuk duan të shtremojnë këto gjërat, ti prishin. Edhe kur u zgjua dhe pa gruan tha, ti do quhesh Eva. Ja tha Adami vet. Po, ti do quhesh Eva, që për këtë do thot jetë. Jetë. Për atë që sapo the tani. Prodhim që do prodhoj shumë fëmijë. Kështu njerëzimi do jetë vazhdimi. Po. Ti do quhesh jeta, që quhet Eva. Adami jetoi 930 vjet. 930. Po, jetoshin shumë atëre. Sa vjen sot që i thon UFO normalisht, ndonjë këto të tjera. Pastaj fusin këto i ngatarojnë aty, fillon lëmshin i bën ai tjetri pastaj. I futen ndakulla gjithanë. Pra ka pas edhe njerëz që kanë jetuar, ka qenë njeriu që ka jetuar më shumë ndoshta, apo ka qenë diku. Jo, ishte një tjetër, një pasardh si ti. Ai jetoi 960. 960. Po pastaj si vazhdon historia? Edhe pastaj u shtuan këta, bën shumë fëmijë, djem, vajza, bën shumë fëmijë. Tani 930 vjet, nuk ta thot numrin se sa fëmijë u bën atje, po tani imagjino ti 9 shekuj. Po si është ajo pastaj urësia që ka ardhur për mollën, për jo molla nuk është molla para punës. Jo, okay, atë e kemi thënë që patjetër se ka njerëzit, okay. E bëri ana perëndimore këtë që filloi të fut tek gjona që e vorë edhe te Apple-i pastaj me mollën e kafshuar, e lidhin me kështu gjonash, rebelimit. Shenja rebelimit. Po si është, pra kisha ardhur një urtësi që nuk do ta prekte Adami Evën? Kishte diçka të tillë, pra që sot na përcjellën me mesazhe të tjera që me imoralitetin,
Kur ishin në kopshtin e Edemit këto, nuk kryin marrëdhënie seksuale që i quajmë ne sot. E shikosh, edhe ishin të zhveshur, sepse nuk ishte ajo dinakëria, ajo devijimi që ka ndodhur sot. Që neve tani sapo ashu direkt na aktivizojnë hormonet. Aty ishin të pafajshëm fare ata. Ishin si fëmijë, si foshnjë. Nuk i preknin këto gjëra që na ajo erdhi më mbrapa pastaj. Ajo. Pra si erdhi kjo? Si është ajo mesazhi? Mbas rënies, mbasi ndodhi kjo shkelja që shkoi dhe shijoi nga fruti i ndaluar. Mbasi u prozu nga kopshti i Edemit, aty pastaj fillai i tha Zoti, i tha shtoni dhe shumoni, pushtoni gjithë dheun. Aty filluan duke kryer madhënie pastaj këta që të shtoheshin fëmijët, njerëzimi. Mbas daljes nga kopshti. Po pse doli nga kopshti? Po sepse bëri shkelje. Ç'është shkelje bëri? Që shkoi pikërisht aty ku Zoti i tha që mos shko. Jo, ta them me fjalë tjera, me fjalë që ne ta kuptojmë. Çfarë shkelje, çfarë ndodhi aty që doli jashtë kopshtit? Kishte ndërtuar një pafundësi bukurie aty brenda në kopshtin e Edemit. Kush i kishte ndërtuar? E kishte ndërtuar vetë Zoti. Po. Edhe i tha, nga të gjitha këto frutet mund të shijosh, përveç frutit të asaj peme atje. Ajo pema nuk ishte diçka e veçantë, se si pemet e tjera ishte edhe ajo. Po ideja ishte domethënë që njeriu mos të krenohej. Duhet të dinte që kishte dikë mbi veten. Mbi veten. Gjithmonë Zoti na ruan vazhdimisht nga kjo pjesa që mos të krenohemi. Krenarinë e ka qef ai tjetri. Aty na fut ai neve. Pra ne ke njerëzit sot krenarinë e ke kështu full fare, sepse janë ato pashpëritet e atij tjetrit. Ti je kështu, je ashtu, po jam. Kupton? I fryet menja. Kurse Zoti është i përulur. Edhe Eva shkoi. Sigur i tha, shko. Kupton, ajo që i thuj fermës Zoti, mos e bë atë pikërisht atë shko të bëj. Që atëherë ka qenë muhabet. Shkoi atje, djalli e pa. Edhe doli në formë gjarpri, se gjarpi atëherë nuk ishte atë ide që ka sot. Mbas ndodhi kjo shkelje, atëherë u paralizohet djalli me gjarprin. Që është diçka e keqe. Edhe i tha, sepse s'ka si gjë të keqe, tha. Zoti kot e tha atë fjalë ashtu. Sepse nuk doni që të hapen syt juaj dhe mos të ndriçoheni. Kupton? Erdhi djalli për t'i qajt hallin kësajt tani, Evës, që është e gabuar që tha Zoti. Ti se do bësh si ai pastaj. Të njëjti kurth ku ai ra vet, të njëjti kurth do të shtinte edhe njerëzit, dy njerëz të parë. Se ai prandaj ra se dëshë të bësh e barabartë me Zotin, prandaj ra. Edhe kështu i tha dhe të para krijuarve që ja u vendosi këtë ndalesë që mos bëni si ai, se ka zili Zoti për ju. Ajo e besoi, u josh, për tipu si çap tha. Po nuk shkoi tek burri, shkoi tek gruaja, sepse ajo ishte kurioze. Po i shkonte asaj pemës vërdall, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, e pa i ligu këtë dhe e shfrytëzoi tek kureshtin e asaj. Se fermat çu janë si ato macet kureshtare, ajo kureshtja që të bën të biesh në kurrë. Pra më dobët është femra me këtë që po thua? Po se emocionohet më kollaj, domethënë, ja preki tek ajo. Edhe nuk shkoi direkt te burri, por përdori gruan për të goditur burrin. Të njëjtë gjë që bën dhe sot. Përdor Evat e sotme për të goditur Adamat e sotëm. Brenda asaj është kjo puna e barazis. I fryn mendjen për gjëra të ndryshme, asaj të hyjë vetë janë qef, edhe fillon a del atje jashtë, pastaj konkuron dhe bën rolin e burrave. Bëhet police, bëhet parlamentare, bëhet deputete. Është vetëm devion ai. Çka ka bërë Zoti perfekte, vjen ai dhe e devion. Po më pëlqen shumë interesante kjo kur i kthehemi në kohë. Me falenderoj shumë edhe për pyetjen që bëre dhe komentuesja. Por më bën një lloj paralelizmi me këtë që po thua. Se ti e ke thënë edhe kemi thënë bashkë që zë vend edhe shumë edhe në politikën e sotme tonën, edhe tek Edi Rama. Du ta lidh me fushatën që ka nisur këtë kohë, e ka lëshuar gojën fare, përdor femrat, gratë, i përdor gjithmonë edhe meshkuj shqiptar, i ulë dhe thotë që janë çyryk. Po janë kështu, janë ashtu. Po dëgjoj. Ndërkohë që është vetë mashkull, ka njerëz që po si mundet më. Pra edhe përdor femrën. Edhe fillojnë duar trokasin atë, kam burrin çyrikun, kam fikse. E ka pe efektin se si luajnë me mendjen e njerëzve, me mendjen e femrave, se si duhet t'i arrisi atë krenarin. Fikse një gjë, mirë e krahasove. Sepse ati ti thon çfarë do thot. Se nuk zgjot një ditë bukur ai dhe shikon se do shprehem kështu unë sot. Çfarë ti thon bën?
por efekte Jo, tani s'ka nevojë ti thush mua aty, për këtë gjë s'ka nevojë se ajo është pjesë e asaj gjës vetë. Po është. Ai është aty edhe vetë mendon si vetë. Patjetër që është. Por vetë ai mendon vetë si djalli vetë sot. Nuk ka nevojë për këto gjërat bazike ai është në atë ujëra kudo. Ai punon për njerëzit djallëzor. Prandaj po them se. Edhe nuk janë këto gjëra janë shumë elementare për atë njerëz që për atë shikon se si e përdorin atë që të bëj deklarata të tilla që ti fryj atë krenarinë atë botën e tyre, domethënë të dalin po ashtu jam dhe unë. Si mundet më, si mundet kjo është kaq e pasër gjithë kjo gjë ja, domethënë që thot Aleksi ose që po e thot në gjuhë huaj, edhe ja ku keni fare pastër, po e shihni vetë çdo ditë në ekranet tuaja, kudo po na del, edhe po na thot këtë gjë, po na ushqen për çarje brenda një familje, brenda një krevati, burrë e gru ndajnë krevatin me njëri tjetrin. Ai thot jeni ju pa janë këto çyrykët. Jeni ju që i shërbeni këtyre çyrykëve. Imagjino ngeli gruaja në dorë një çyryku. Pra, lloj krahasimesh, lloj shembujsh që në familje shqiptare ka njerëz shumë me vlera, njerëz punëtor, njerëz të respektuar, njerëz me dinjitet, njerëz që punojnë me gjak e me djerës, njerëz thjesht, njerëz me dinjitet. Nuk e di çfarë ka njerëz shumë mirë, ka njerëz shumë mirë. Ndërkohë që dëgjoni njëri të tillë që ushqen për çarje, negativitet dhe ul figurën, po këtu edhe femrën e ul, se femra pa mashkull dhe ne po themi që nga krijimi i vetë njerëzimit nuk bëjmë pa njëra tjetrën. Po shisa pist luan më burr. I quan çyrik domethënë që kështu që merrni ju stafetën, merrni ju situatën në dorë. I jep shtys që të ndodhi devijimi, ta nxjerrë komplet nga roli, që nuk i takon. Edhe ke femra kudo. Rastësi të duket kjo që është vetë femra kudo. Në përllozhat masonerike nuk i pranojnë femrat. Se e din atë se çfarë mund ndodhet. Po, se femra domethënë nuk e mban dot sekretin edhe, do dalin në moment do ta trumpetoj. Kjo që man burrat aty që janë çik më kështu, dhe ata i zgjedhin, jo të gjithë. Ku dhe femra tani i japin, ja lëshojnë frerat komplet, ajo tërbohet, fillon të thotë shiko se barazira, shiko ato çyryk neve saklam, edhe ti sheshojnë gjitha. Po si mundet prapë se çdo gjë plan më përsëritet historia, vazhdimisht. Përveç kësaj, domethënë ka njerëz që kanë sprova nga më ndryshme të jetës që ka dhënë dhe uroj më të mirë për ata dhe ta kalojnë në mënyrë më të qetë dhe Zoti i dhon forcë kujdo që ka sprova të tilla. Po si mundet me bë këtë lloj krahasime që mund të ketë njerëz që janë atë jetojnë atë vuajtjen ose atë sprovën që kanë, pa hyrë në detaje. Si mund të ndjehen ata njerëz ose ata familjarët e tij, atyre njerëzve që kanë sprova të tilla, kur ky bën krahasime. Ata ndjehen të vegjël fare. Thon tani ky për çfarë na konsideron neve tani? I prish punë, i futi det gabuara familjeve tani ai. Sepse ajo që do të dëgjojë atë deklaratën do thotë po e di ti që ka të drejtë kryeministri me të që thotë? Pa ka më çyryk si sa vet ai domethënë. Sepse ti dje pardje bër ato X 2 3 4 5 gafat atje, kështu që ka të drejtë ai çyrykje ti. Kështu që hapet çik kraun se do e marrë situatën në dorë. Futi det gabuara më burr. Fut për çarje tamam. Edhe ka konflikte pastaj urren aty sakatohen edhe shkatrojnë familjet edhe ngelin jetim dhe kalamaj. Imagjinoj të marrësh pushtetin duke ushqyer për çarje. Po ashtu bëhet me ide të gabuara, siç i tha Evas atje. Ma tha si ja u ndaloj kot ai, di unë më mirë, është kjo që po them është për të mirën tuaj. Kot ju ndaloj ai atje që mos hani. Hani aty. U prish gjithë situata pastaj, se ti nuk i u binde atij, ti u binde këtij tjetrit. Të njëjtën gjë po ndodhet edhe sot. I binden atij tjetrit. Të zbulesa, të libri zbulesa Apokalipsit, është bisha e madhe atje thot, edhe bisha mbi kokë ka femrën. Ka një femër në kokë, në majt kokës. Sepse ajo simbolizon botën e femrës që ai e komandon sot. E ka si kuror në kokë. Plus që shpesh herë kanë qenë njerëz të demonizuar me demonin mrena dhe kanë thënë ça punë të arta bëjmë ne gjatë verës kanë thënë. Se ka dhe deklarata, i kemi të shënuara, nëse trajtoj një emision konkret vetëm për këto. Si është kjo? Se kuptova, se ka vakt. Demonizohen disa, futet mrena ai. Edhe flet nëpërmjet fytyt tat, nëpërmjet zërit tënd. Edhe kur po ndodhe një eksorcizëm, nxori një të vërtet se janë të detyruar, se kur kanë ndodhe eksorcizmi është hiri në ato momente që e lidh, edhe do detyrohet të vërtetën. Edhe u shpreh njëri dhe thanë, çfarë punë të arta bëjmë neve gjatë verës, thotë.
Pse gjatë verës? Pushimet, plazhi, lakurisia, futen ide aty. I kanë qef ata. Tradhtia pastaj shko atje ka 3, 4, 5 dashtore, fillojnë pastaj bëjnë punë të arta. Se bëjnë ato që duan ata pastaj. Nuk i qëndron grustate ti pastaj. Ti arrin dot Alex që të bësh ekzorcizëm? Jo, atë e bën prifti. Vetë me shkallën e dijes, diturisë, gjërave. Unë bëj vetëm lutje. Siç ishte në atë rast me atë vajzën te emisioni i dytë. I dytë ishte ai? I dytë, i tretë gjatë tij. Vetëm lutje mund të bëj. Po që edhe dikush që të bëj lutje duhet njohë Zotin që ta bëj atë gjë. Që të ketë lidhje aktive me atë, jo thjesht besoj në një fuqi të mbinatyrshme. Janë budalliqe neutralitete këto. Duhet ta njohësh. Siç njihen njerëzit e burr, ta njohësh. Çfarë është njeriu? Për ta mbyllur tani, na e zbukuroi çiktë se nisën me papën, papa këto misionet e fsheta, Nën Tereza, Dorën Gerama, Nën Tereza tjetër tani. Po kështu kena ne, mikse kemi. Tani na thuj pak një gjë të bukur, na thuj si është njeriu, si folim për krijesën më me vlerë të njeriu, rruzullit toksor që ka krijuar Zoti kështu, pa asnjë lloj pendese, pa asnjë lloj. Njeriu është. Jo, doja ta bëjmë si pyetje, është penduar Zoti që ka krijuar njeriu? Pendohet Zoti? Zoti është perfekt, si të pendohet. Ai dinte çfarë do ndodhte. E dinte. Po. Gjithë ato. S'ekziston koha për atë, koha ekziston për ne jemi brenda kohës. Ai e krijoi kohën. Krijimi i parë ka qenë koha. Pastaj u krijuan angjëjt. Shekujt. Për njeriu. Njeriu është qenia më perfekte që ka dalë nga duart e tij. Më absolute, se është kombinim materie me shpirtërore, është kombinim tokë me qiell. I kemi të dy natyrat neve, jemi kështu neve. I kemi të dy anët. Është trupi i dheshëm edhe shpirt qiellor i pavdekshëm. Domethënë njeriu është i papar, domethënë është krijesa më perfekte. Që di, nuk e di mund ta them si shprehje, mund ta përdori të mirën e tij. Po do ta shpërndaj. Nëse njeriu t'ia dinte vlerën e vet, po ta dinte vërtet vlerën e vet, nuk do kishim rënë kaq poshtë sa kemi rënë sot. Sepse nuk do ja pranonte vetes të binte nga ajo lartësi që gjendet, realisht. Ato do përballet një ditë njeriu me gjithë këtë gjë, thotë, "Bo, çka kam bë?" Edhe thotë që të thotë, sikur ta kisha edhe një herë mundsinë. Do ta përjetoj këtë pjesë. Po, do. Që të dalë gjithë kjo panorama, gjithë ky film, që të kthjellohet, thotë. Po do ndodhi. Jo, Alex, ti ke qenë ky, ke bërë këtë. Ndërkohë që unë ti kam dhënë gjitha, i ke pas gjithë para syve. S'ke përdor logjikën, nuk ke përdor shpirtin, e ke shitur shpirtin. E ke përdorur gjithë vitet tuaja, jetën tënde, çdo sekondë që të kam dhënë, që e ke pas dhuratë, ja ke dhënë kësaj botës errët ose kujdo. Tani aktualisht nuk ndodh ajo, është e pamundur. Jo, tani jo, po tani është shumë punë ajo që ta. Është aq keq situata tani aktualisht që po flasim. Aq e zhytur në errësirën në llumë është, saqë nuk kuptohet ajo që të bësh atë vetë ndërgjegjësimin. Por do ndodhi ajo gjë. Po do ndodhi mbas luftës së tretë. Ku ajo periudha 30 vjeçare e paqes. Aty do kthjellojnë njerëzit, ata që do mbeten. Ata do i kuptojnë të gjitha do i kuptojnë. Prandaj lutem ta kalojmë atë pjesën. Aty do kuptojnë domethënë që si e kemi kaluar jetën. Se tani jemi aq të dehur, na ka te libri i zbulesës për shembull, aty i referohet Babilonisë të madhe, që sipas interpretimeve është Amerika. Edhe pash një shqipojnë në qiell thot apostulli Johani dhe thoshte ra Babilonia e madhe ku me verën e saj bëri kombe të deheshin. Bota perëndimore, domethënë ata tipa që gjenden mbrapa sistemit kanë kaluar gjëra enkas në këtë botë avash gradualisht që na kanë nxjerr komplet nga misioni jon. Kanë punuar në mënyrë të përsosur. Moda, Big Brotherat, këto modelet e gabuara që na japin, na kanë helmu komplet. Siç po na helmon ato që e hudhin nga lart atje, na kanë helmu këtu brenda. Na kanë sakatuar komplet. Jemi kështu, ecim barkazi jemi duke ecur aktualisht. Mos e shikoj që ecim këmbë, por realisht jemi duke ecur barkazi. Na kanë fikur komplet, na kanë nxjerrur komplet, na kanë shkoput nga Zoti. Kjo është e keqja më e madhe që mund të pasojë njeriu. Na kanë shkoputur komplet
Edhe na kanë bërë që të ndjekim ato gjëra që na sugjeron ai tjetri. Bo qef, bo vila, bo lek, kisa më shumë dashnore, tradhto grumpse me një do mbetesh ti, ikër mendin te kalamoj do e kesh. Shiva ty boj qefin ta. Domethënë gjitha këto që i dëgjojmë shpesh edhe në bisedat e përditshme, janë ato që neve na kanë bërë devijojmë komplet. Jemi shkoputur. Por do vi nga tronditja, nga ajo shkundja e madhe që do posoj kjo botë tani, afër, do na sjellja të që theq pari. Ne do vetë ndërgjegjësohemi. Si kemi qenë atëherë. Pas vetë ndërgjegjësimit ose këtyre situatave, në dalë moment stopohesh, kërkon të kthehesh, ndërgjegjësohesh, a quhesh i falur? Kur ndërgjegjësohesh, dhe thua më fal. Po, stop këtyre do kthehem. I le gjitha ato që theti këte gjitha. Po kërkove falje, Zoti të fal. Sepse atë mundësia dha dhe të dy çiftit në kopshtin e Edemit. Adam ku je? Jam këtu, thot, po pse je fshehur, thot, po kam frikë për teje, thot, po pse ke frikë për meje? Po sepse bëra atë që më the mos ta bëja. Kush të tha ty që të kesh frikë për meje, tha? E vrisë ndërgjegje atë. Po ja, se hëngra të frutin e ndaluar, më shtyu gruaja që ti më dhe. Akuzoj Zotin ai. Justifikimi është gjëja më djallëzore që ekziston. Pranoje, bëra gabim. Shkoj te Eva. Eva pse? Po sepse gjëra për që ti ke krijuar më tha kështu më sugjeroi dhe unë e bëra. I dha mundësinë që ti ktheshe Zotit të thoshte, ajo që ti na vendose si ndales, ne e shkelëm. E dim që bërëm gabim, na fal. Do kishte falur sekond. Se Zoti është i dashur më burr. Çfarë ndodhi pasaj që than ta? Ato justifikoheshin dhe i tha, tani e tuti, i tha, ti grua do lindesh me dhimbje, kurse burri do e nxjerri ushqimin ka për ta nxjerrë me djersën e ballit. Se çdo gjë ishte gati atje. Nuk punoni më njëtë, aty ishte parajza burr, kupton, nuk mundoheshin për asnjë gjë, s'kishte djersë. Aty pastaj filluan ndryshuan rregullat. Aty ndryshuan rregullat. Femra lindte me dhimbje pastaj. Prandaj i lejnë torturojnë këto ku lindin kalamoj. Edhe ne duhet dalim që të punojmë atje. Se më para nuk lindje kështu me dhimbje? Jo, ç'a fol me gzim lindte fare, sikur prigjon. Pse këtë simbolizon edhe kjo dhimbja, këtë mesazh përcjell, domethënë kur do ta kuptoj. Që të kujtohet gjithmonë kjo skena. Që domethënë po fëmia, pse çan fëmia kur lind? Sepse si është kjo si gjithmonë bëhet kjo pyetje? Sepse erdhi në botën e dhimbjes. Se nga momenti që njeriu doli nga kopshti i Edemit që i kisha gjitha gati, këtu do vuj. Ai sikur e parashijon, domethënë që këtu era për çajt, jo për qesh. Po mirë, se këtu po dalim pak te kjo, dalim çik kontradiktor me ato që tham. Pra që njeriu është i mirë, se normalisht ka krijuar Zoti. Dhe është për misionin për të bërë mirë. Po ndërkohë kur thuaj që kur lind, qanë se disin çfarë bote ka ardhur. Po pra, po kur ndodhi ajo shkelja, domethënë u kthy pllaka komplet. Humbi situata, humbi harmonia. U mbyll edhe qielli, nuk shkoshin më njerëzit mas drekës, nuk shkoshin as parajs, se u mbyll. Siç u mbyll tu kopshti i Edemit që u përzun, u mbyll edhe qielli, nuk shkoshin dot njerëzit atje. Do të bëhej një sakrificë pastaj, mas 2000 vjetësh që ndodhi me kryq. Ajo e lau atë, që hapi derën pastaj prap. Edhe kështu, fëmia vjen me të qara. Edhe me dhimbje nëna, por atë dhimbjen e pason gëzimi, sepse solle një fëmijë tënde në jetë. Ajo do të thënë harrohet direkt ajo dhimbje pastaj më brapa. Se sapo e merr ti në krah, ato nënat e dinë më mirë këtë gjë. Sapo e merr atë foshën në krah atje, as e ka më një fare ajo dhimbje që kaloi pak më përpara atje. Fillon e përkadhela aty i shif ato syt, si ka të sytë mbyllura. Kjo simbolizon diçka tjetër, na jep një mesazh tjetër, më të fortë se kjo? Kush pjesë? Kjo pjesa e saj që fëmia vjen duke qarë, pastaj pra le të themi pas kësaj qarës, pas këtyre dhimbjes të botës, ky përqafimi i nënës me fëmijën e gëzimi, jep një lloj simbolike ose një lloj mesazhi tjetër? Që ajo dhimbje, vërtet kjo botë është me dhimbje, do kalon në vështirësira, por është e përkohshme, sepse pastaj pason prap gëzimi. Këtë du ta besojmë. Kjo është pastaj kur vjen kur kalojmë të jeta e re. Se këtu në këtë botë vetëm sprova do kemi. Vetëm
Si shkoj dikush, shkoj deri në qiellin e tretë, se janë 9 qej, Shën Andrea, shkoj në qiellin e tretë dhe i tha, "O, zut kthemu, tha, do të rri këtu, tha, i pëlqeu." Kupton? Atje dielli ishte, atje kishte dritë. Ai dielli jon që kemi këtu thoshte është errësirë komplet krahasuar me të dritën që është atje. Edhe nuk duhet kthehem atje në ato botë, tha. Ja, është më mirë këtu, tha. Nuk erdha akoma koha jote, s'ke përmbushur misionin që të qëndrosh këtu përgjithmonë. Edhe i tha angjëlli, shko dhe ktheu të qëndrosh edhe për pak akoma atje ku gjenden akrepat dhe në përkat. Kështu e quajti botën tonë. Pra Kjo ne është jemi botë helmatike. Sundon ai tjetri, është fut gjitha nej po edhe po na shkatron. Pse është bërë kjo në këtë formë? Pse është ndërtuar në këtë formë? Kush ndërton këtë formë? Që ndërtua me akrepa në përka. E bëm neve me zgjedhjet tona, Ne. me të sugjerimet që na bën ai. Ai vazhdon sugjeron akoma. Siç i përshpëriti Evës, vazhdon sot ai e bën kërdin. Tani është doza më të larta, patjetër. Shumë herë më të larta, më të Imagjinoj sofistikuara. që ka qenë njerëz të parë zgjedhur nga Zoti. Ata që të ndriçuarshin të shenjtë, po u Edhe mashtruan. Po. Kupton? Kurse sot i ç'a bën ai? Prandaj ai arritja e tij më e madhe është t'i bëjë njerëzit besojnë që ai nuk ekziston. Edhe ç'a bën? Fut teknologjia, i filloi me telefona, ne ja bëjmë kështu scrolling, u mbasim komplet. As të shkomendja fare, i përkasin koncepteve mesjetare, thon këta. Po ti, ai është duke bërë kërdin këtë momente. Janë kudo ushtria atit, kudo. Komandon gjithë ta të mëdhenjt që ne vi shohim televizor. Ata janë kukulla ushtar janë, që janë mbrapa këtyreve ushtarëve. Që janë mbrapa këtyre Trumpave, Putinave e gjithë ta të mëdhenjt. Ata komandojnë këta. Se si ta glaborojnë njerëzimin, si fusim teknologji, se tani do të sjell diktaturë moderne tani me teknologji. Që të na komandoj ai nga mbrapa. Kupton? Ai është i sofistikuar komplet, ai vetëm punon si e disa herë ka dashur ai ta mbështjellë botën me bishtin e tij, por nuk e ka lënë Zoti. Na ka dhënë prap kohë. Kush ka qenë në situatë që ka dashur me mbështjellë me bishtin e tij? Cila nga qenë situatë ti? Këto regjimet e ndryshme të diktaturës që kanë qenë. Kanë qenë rend botror, kanë qenë ato, rendiri botror që është atyre. Tani do ta sjellë me formë tjetër. Do ta sjellë me formë të civilizuar tani. Nuk është me atë taktikën atë, sa ajo s'pati efekt. Tani ka kthy pllakën. Do ta sjelli diktaturën edhe skllavërimin me teknologji tani. Do të jesh ti online, kur të fusin çipin, do të jesh 24 online aty të dije se ç'a bën ti. Atëherë të kërkosh një letër, atë një dokument nga partia që je kështu i ligjshëm me këto me radhë, që të njiheshe, tani do njihësh me një çip, me një 666 te dora. Kupton që është del emri aty nëpërmjet këtij numrit. Të mbështet me teknologji tani, ti s'do kesh më nga t'ja mbash, edhe po reagove ai të fik butonin ty dhe ti zerohesh, nuk figuron më në sistem. Po e sjell komplet ndryshe tani. Të zbukuruar, të avancuar, i ka bërë update. Kupton? Përditësim, dije se ta bëj përditësimin. Dije se çai pëlqen njerëzve. Edhe të mashtron, vazhdon mashtrimi, vazhdon të gënjej, të devijoj, të mbajë aty kudo, derisa të marrë kohë. Edhe këtë do ta prishi planin, këtë plan do ta prishi. Këtë do prishi tani. Do prishi tani prap. Se i kishte thënë një asket i Joni kishte thënë i kishte kërkuar Krishtit dhe i tha, jepi edhe çik kohë akoma botës. Që të pendohen njerëzit, që të ndodhi vetë dërgjësimi që thotë çfarë. Po. Shive kush është e përgjigja. Nuk ju le verdis ta shtyje edhe më shumë kohën, sepse kanë përgatitur damkën. Edhe kush e merr ata fund. Iku. Se do jetë vul aty tjetrit. Ai të vulos siç bëshin pronarët e baktive dikur, meshin atë hekurin e nxefur ata, të skuqur, ja vendosi lopës atje, edhe është prona ime, thosh ai që mos gatarosh me lopët e komshiut. Vulën. Po mori këtë çipën është vula aty tjetrit, marrove. Ike. Je i vdekur që këtu dhe pastaj kalon ferr direkte, bën shumë zhytje me kokë. Aty del më pastaj? Jo, aty marrojo, aty është përfundimi pastaj. Po nga ata që futen dhe shlyejnë gabimet e tyre. E varet tani shiko, po patë mëkate të vogla. Ky është nga mëkatet e mëdha, Aty është fundi, aty është nëse arrin të marrësh te damkën, aty është mëkati absolut. Absolut. Po, aty s'ka më kthim për atë. E marrin këtu, humbin jetën këtu se do t'u japi disa ushqime atyre që do marrin këtë vulën. Që të njohë sistemi do të kesh këtë vulën e atit. Po ato do të thonë që është vula djallit, ato do të thonë që
ka avancuar njerëzimi. Siç po na shesin tani gjëra të tjera kaq bukur. Po, fiks. Duhet paraqesit diçka që është lehtësuese për shpejtësi, për kollaj. Edhe njerëzit do mashtrojnë, do e marrin. Kjo është pararencia, telefonat janë që na çojnë tek atje, pra ne na servirin kështu këto teknologjira. Që të shkosh atje pastaj ta kesh në dorë, që të flasësh kështu ti. Tek, alo, ku je? Me kështu gjonesh. Edhe tani janë këto të dyja, zgjedhjet e merr, janë dy të këqija. Diktatura të zgjedhin të keqen më të vogël. Jo, jemi përpara dy situatave tani, A dhe B. Të dyja këto janë të këtyre, po i kanë lançuar. Zgjedh tani thot. Do kesh diktaturë digjitale me atë nga mbrapa, apo luftë botërore që kjo do e ndërpresi këtë, kjo e dyta do ndërpresi këtë të parën. Me sa dim, do ndodhi kjo e dyta. Sepse do ishte shumë herë më keq kjo e para. Se nga lufta do vriten vërtet shumë njerëz, po... Çfarë do zgjidhë ti? Këtë të dytë sigurisht. Sa të nga ajo para s'o shpëton asnjëri, do u vulosin gjithë, tak, atje fund gjithë për ferr. Ti do zgjidhë luftën? Po zgjidh luftën sepse të paktën s'do vulosen. Edhe po vdiqja, shpresoj të njëri dashja të mëshira e madhe e Zotit, prap, po s'do kem vul. Nuk do jem gjunjëzuar atit. Nuk do thuash që ti na e solli këtë? Po ai e lejoj, kjo do jetë një shuplak, do jetë shuplak prindërore, vërtet do na dhembi shumë. Kjo që do ndodhi. Po do jetë për të sjellur njerëzit në vete se na ka trullosur kjo gjë që po ndodh, që është përhapur në gjithë botën. Na kanë fundosur fare, po kupton? Edhe e kemi përqafuar, kjo është e keqja. E duam. E kemi nevojë. E duam këtë ritëm. Edhe po ti thosh njerëzve që do bëhet kjo luftë atje, ja do fillojnë, do fillojnë ato komentet atje, çao ky, çka ka pi ky, se çam tham për një tre fleç në moment aty. Po. Po, e përdor tre fleçin. Kur ma shënime, e përdor tre fleçin them. Jo, ato tre fletë që mbanoj shënim në gjë për temat, për pyetjet që do bëjmë. Jo, unë i mbaj shënimet, po ato e kishe për produktin e Lazaratit. Kupton ti dhe ashtu, që nuk duhet. Po, e përdorin tre fleçin vetëm për të marrë shënime gjithmonë, ëh. Kështu që po ajo, jemi në një botë, jemi në një deje masive që nuk e dim se kush është i dehur dhe për kë thotë që është i dehur. Po, fiks. Gjithsesi do vi momenti, ju vazhdoni, bëni komentet tuaja, ne kënaqemi, gëzohemi, qeshim me ato komente. Kjo edhe nga janë edhe qajmë. Mund të qeshim pak, po qajmë pastaj themi se ku jemi. Se kanë bërë plane njerëzit. Nuk duhet të prishin planet. Të vërtetë nuk e pranojnë, është vështirë ta. Nuk e parti që ka njerëz sot edhe për të ardhur keq që më para ka pas që thon si shprehje dhe doja ta mbyllja me këtë për të mos u bërë shumë të mërzitshëm dhe bezdisshëm, edhe pse po më shijon shumë se dorëm nga i deg dhe ritheksoj prapë që ishte shumë e natyrshme dhe mësuam shumë gjëra dhe pse jo edhe të rikujtohemi vetes prapë shumë mirë, shumë pozitive kur themi gjëra me vlera. Por kemi harën pikë që ne i themi edhe njëri tjetër ose midis femrave kanë ato po më thunë një gjë të bukur ose më thunë një gjë kështu më ngrit çika atë. Tani ka filluar ja thon ChatGPT-s, i thonë po më thunë një gjë të bukur, më thunë një gjë kështu në shprehje të lezetshme, shkruaj në një roman në esen në gjë. Pra ne jemi kemi kaluar tek ajo fasada, tek ato emocionet le të themi boshe, jo të vërteta. Pra njerëzit duan t'i thuash atë se çka duan vetë, çka kanë kokë. T'ja konfirmoj dikush tjetër. Mos ja prish ëndrrën, mos i zgjon nga gjumi, fut kokën si struncit në dhe atje, edhe mos merr vesh sepse këto janë çfarë fol ti Allah. Këna talën do të nuk e pranojmë, përmirësimin nuk e pranojmë, kritikën nuk e pranojmë. Ne e pranojmë. Kështu që vetëm na e thoni me baza konkrete. Madje edhe mund vini edhe këtu, kjo studi është e hapur, Aleksi është këtu. Kjo se dikush ka një pasqyrë tjetër, bujëm, le të vi, të flasi, dhe të na thotë. No, me kënaqësi. Të na e thotë. Alex, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi edhe për gjithë ju që na ndoqët. Faleminderit shumë për durimin dhe për ato se çka na ndiqni dhe komentoni, kështu e them edhe një herë, mund të komentoni, mund të pyesni dhe mund të edhe komplimentoni, pse jo? Se edhe me njerëz jemi patjetër. Ju përshëndesim. Ju falenderojmë. Mirupafshim. Ti jeni mirë.